4 shenjat më me fat të zodiakut për muajin shkurt. Dashi, shkurti i vitit 2026 sjell për dashin një shpërthim të jashtëzakonshëm energjie dhe një rritje të thellë të vetbesimin. Do të ndiheni më të fortë dhe më të sigurt se kur për të marrë vendime, për të përballuar sfida dhe për të ndjekur qëllimet tuaja pa hezitim. Ky është një muaj kur guximi juaj natyror dhe vendosmëria do të jenë aleatët tuaj më të mirë. Në aspektin profesional, shkurti është i shkëlqyer për të nisur projekte të reja, për të paraqitur idetë tuaja dhe për të marrë iniciativa që mund të sjellin njohje dhe sukses. Mund të ndiheni të frymëzuar për të ndryshuar rrjedhën e punës ose për të marrë përgjegjësi të reja. Dhe shpërblimet nuk do të mungojnë. Çdo pengesë që më parë duket e frikshme, tani duket e kapërcyeshme falë energjisë dhe fokusit tuaj të shtuar. Në jetën personale, kjo energji do të ndikojë edhe në marrëdhëniet tuaja. Do të ndiheni më të hapur dhe më të qetë për të shprehur ndjenjat tuaja, për të vendosur kufi të shëndetshëm ose për të përmirësuar lidhjet ekzistuese. Shkurt 2026 është një periudhë kur vetbesimi juaj jo vetëm që ju ndihmon të ecni përpara, por edhe tërheq njerëzit që ndajnë vizionin dhe energjinë tuaj. Gjithashtu, yjet paralajmërojnë se kjo është koha për të eksperimentuar, për të dalë nga zona e rehatisë dhe për të provuar gjëra të reja. Madje edhe hobi apo projekte personale mund të sjellin kënaqësi të papritur dhe mundësi të reja. Këshilla e muajit: shfrytëzoni këtë valë energjie dhe vendosmërie për të hedhur hapa guximtar. Besoni tek intuita juaj dhe mos i shmangni sfidat, ato do t'ju forcojnë dhe do t'ju afrojnë më shumë tek qëllimet tuaja. Virgjëresha, për Virgjëreshën, shkurti 2026 është një muaj ku fati duket se punon përmes organizimit dhe përqendrimit tuaj të jashtëzakonshëm. Yjet ju japin një qartësi mendore të rrallë, duke ju ndihmuar të shihni detajet që të tjerët shpesh i humbin. Çdo vendim që merrni tani është i mbështetur nga një analizë e kujdesshme dhe një strategji e menduar, duke ju dhënë një ndjesë sigurie dhe kontrolli mbi jetën tuaj, në punë dhe karrierë. Ky është një muaj i shkëlqyer për të marrë rezultate konkrete. Çdo përpjekje që keni bërë në të kaluarën fillon të jap fryte. Projektet që dukeshin të vogla apo të parëndësishme tani mund të sjellin njohje, përfitime dhe mundësi të reja. Shkurti ju fton të qëndroni të përqendruar dhe të disiplinuar, sepse kjo disiplinë do t'ju shpërblejë me sukses të dukshëm në jetën personale. Kjo qartësi mendore ndihmon për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të vendosur prioritetet e duhura. Mund të ndjeni një ndjenjë stabiliteti dhe kënaqësie, duke parë rezultatet konkrete të përpjekjeve tuaja. Është koha perfekte për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja, për të sqaruar keqkuptimet dhe për të ndërtuar baza të forta besimi me të afërmit dhe partnerin. Shkurti gjithashtu është një periudhë e mirë për përmirësimin personal, mbase është koha për të futur më shumë organizim në rutinën tuaj, për të planifikuar financat ose për të marrë hapa konkret drejt qëllimeve afatgjata. Çdo gjë që bëni me përpikmëri dhe kujdes tani do të ketë një ndikim të dukshëm dhe të qëndrueshëm në të ardhmen. Këshilla e muajit: mbajini planet tuaja të qarta, mos i shpërqendroni energjitë në gjëra të parëndësishme, dhe besoni se çdo përpjekje e bërë me kujdes do t'ju sjellë fryte. Shkurti është muaji kur puna juaj e zgjuar dhe përqendrimi juaj mund t'ju japin një ndjesi të thellë stabiliteti dhe kënaqësie. Peshqit janë një nga shenjat më me fat këtë muaj, dhe kjo fal intuitës së tyre të fortë dhe ndjeshmërisë së thellë. Shkurti 2026 i jep peshqve një aftësi të jashtëzakonshme për të kuptuar energjitë rreth tyre dhe për të dalluar momentet e sakta për të vepruar. Çdo situatë duket se ka zgjidhje të fshehta që vetëm ata mund t'i shohin dhe të përfitojnë nga to. Në aspektin kreativ, ky muaj është ideal. Frymëzimi do të jetë në kulmin e tij dhe mund të ndiheni të tërhequr drejt artit, projekteve personale apo iniciativave që kërkojnë imagjinatë dhe intuitë. Çdo ide e lindur tani ka potencialin të shndërrohet në diçka të jashtëzakonshme. Në jetën emocionale, peshqit do të ndihen të lidhur më thellë me të tjerët. Ndjeshmëria juaj ju ndihmon të kuptoni emocionet e partnerit dhe të ndërtoni marrëdhënie më të qëndrueshme dhe më të pasura.
është një periudhë e favorshme për lidhje të reja, afrime emocionale dhe momente të veçanta që do të mbeten gjatë në kujtesën tuaj. Gjithashtu, shkurti favorizon rritjen personale dhe vetdijen e brendshme. Do të ndjeni të udhëhequr nga një intuitë e brendshme që ju tregon rrugën më të mirë për vendime të rëndësishme. Çdo mundësi që duket se vjen vetë mund të shfrytëzohet me sukses, sepse intuita juaj do t'ju ndihmojë të dalloni kohën dhe mënyrën e duhur për të vepruar. Këshilla e muajit: besoni tek instinktet tuaja dhe mos i nënvlerësoni ndjeshmërinë që keni. Shkurti është një muaj kur krijimtaria, intuita dhe emocionaliteti mund t'ju sjellin fat dhe mundësi të jashtëzakonshme, nëse veproni me besim dhe kujdes. Britsjapi. Për Britsjapin, shkurti 2026 është një periudhë jashtëzakonisht e favorshme për karrierën, ambicjet dhe planet afatgjata. Yjet tregojnë se përpjekja, këmbëngulja dhe disiplinimi juaj nuk do të kalojnë pa shpërblim. Ky është muaji kur çdo vendim i menduar mirë dhe çdo strategji e planifikuar me kujdes mund të ketë ndikim pozitiv në të ardhmen dhe mund të vendosë themelet për arritje të mëdha në aspektin profesional. Do të ndjeni një frymëzim të ri për të avancuar në punë, për të marrë përgjegjësi të reja dhe për të shfaqur aftësitë tuaja në projekte më të mëdha. Shkurti favorizon sidomos ata që kanë plane të qarta dhe nuk e humbin fokusin ndaj objektivave të tyre. Mund të shfaqen mundësi të reja për njohje, bashkëpunime ose projekte që do të jenë hapa të rëndësishëm drejt suksesit afatgjatë. Në jetën personale, ky muaj sjell një ndjenjë stabiliteti dhe besimi. Ambicia juaj nuk është vetëm për karrierën, ajo reflektohet edhe në marrëdhëniet dhe vendimet tuaja të jetës. Shkurti është koha ideale për të bërë zgjedhje të kujdesshme që do të kenë efekt pozitiv në të ardhmen, siç janë investimet, planet e udhëtimeve ose vendimet e rëndësishme personale. Gjithashtu, energjia e muajit ju shtyn të përmirësoni rutinat dhe organizimin tuaj. Çdo gjë që planifikoni me disiplinë dhe kujdes do të ketë rezultat konkret, duke ju dhënë një ndjenjë sigurie dhe kënaqësie. Shkurti 2026 është si një dritare e hapur drejt mundësive, vetëm duhet ta kapni momentin dhe të veproni me vendosmëri. Këshilla e muajit: mbani fokusin mbi planet tuaja. Mos u shpërqendroni nga gjërat e parëndësishme dhe besoni tek aftësia juaj për të marrë vendime të mençura. Për Britsjapin, shkurti është muaji i konsolidimit të punës së mëparshme dhe hapjes së dyerve të reja për të ardhmen.